Një lajmet më të fundit nga kryeredaktori i mediave shqiptare tashmë, ai që mbylli dhe TikTokun. Lajm i bukur thot. Lajmërim, informacion, si doni, procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart dhe ana tjetër dua që të gjitha dinë se Po si e mbylli TikTokun ha? Si e mbylli TikTokun, si e boni zemër më burr, si e boni zemër, si ta boni zemër më burr, ha? Po si e vetëm të dëgjoni ne, gjitha ne tani, që kishe të paktën kishe edhe mundësie, TikTok ky nuk e kontrollonte dot, përveç këtyre platformave të tjera, mediave që ka tradicionale, le të themi, gjithë mediat që janë media, por edhe të quhen media, siç është TikToku, Instagrami, rrjetet sociale, Facebooku, YouTube etj. Të vetmen që nuk e kontrollonte dot siç ishte edhe TikToku, e arriti, e manipuloi dhe e mbylli. Tani për tani nuk e di, ndoshta mund të jetë çështje kohësh, çështje minutash, çështje orësh, çështje ditësh, ndoshta mund të rikthehet prap, mund të ketë bërë një lloj bllokimi kështu afatshkurtër. Por çështja është një muaj para fushate. Jemi fiks një muaj e disa ditë para fushate, para ditës zgjedhjeve, dhe ky mbyll një dritare ku shqiptarët shprehen. Nuk do të hyj fare diskutimit Rrugaçi, që ky thotë se më Rrugaç se sa ky dhe ato që janë parlamenti shqiptar, që ne kemi parë më së miri se si i drejtohen shqiptarëve dhe si flasin për shqiptarët dhe si flasin nga atë se çka duhet të thonë që është arena, le të themi, e asaj që shqiptarët duhet të dëgjojnë çështje, tema, probleme, diskutime që kanë lidhje me mbarvajtjen e jetës së tyre social, ekonomike dhe politike, mbarvajtjen. Por aty dëgjojmë, e dini ju më së miri dhe se kush është TikToku. Po çështja është, kush është ai Rrugaçi më i madh TikToku apo vetë këta politikanët me në krye këtë. Por pyetja është, Orame, kur do flasim? Kur do flasim Orame? Kur do shkosh tek njerëzit, të dish hallet e njerëzve, problemet reale të njerëzve? Duroni pa TikTok ca kohë. U mbyll TikToku, nuk është fund. Ai që e ka lirim brenda vetes, do ta gjej formën, ta nxjerrë atë pa në mënyrat e tij për të thonë atë se çka ai ndjen realisht të thotë, qoftë për Ramën, qoftë për Bashën, qoftë për Berishën, dhe vetëm për interesin e tij dhe të bashkëqytetarëve ose bashkëvuajtësve ose atyre njerëzve udhëtarëve që ndan hapësirën e tij të afërt deri në hapësirën që mund të konsiderohet ky vend Shqipëria tashmë, nëse mund të konsiderohet vendi shqiptarëve. Kemi ardhur në pikën që duam ta vendosim në pikpyetje, a quhet vendi shqiptarëve më ky vend apo jo? Ky vend që ka më shumë njerëz me shtetësi të ndryshme të huaj në botë, se sa vetë shqiptarë, dhe ndërkohë që ky bën thirrje vazhdimisht apo të fundit që të rikthehen shqiptarët. Ndërkohë që ky dhe këta tjerët janë arsye që kanë larguar shqiptarët, dhe kjo censurë që po i bëhet edhe me, le të themi, një kanal informativ. TikTok së shpejti do të vijë në Shqipëri dhe do të paraqis planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët, në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit. Nuk e di se si e shiheni ju, unë do kisha dëshirë që lexohen ndonjë mendim tuaj, qëndrim tuaj, por ju lutem mos e lidhni as pak me atë që ky është munduar ta lidhë me Rrugaçin e lagjes, me ato orientimet që ky kërkon ta orientoj të gjithë situatën dhe ngjarjen për sa i përket TikTokut, mbylljes TikTokut, dhe pse duhet të mbyllet TikToku, dhe pse nuk duhet të jenë online TikToku për shqiptarët. Largojeni një moment të shiheni vetëm si një hapësirë ku shqiptarët shprehen, siç janë dhe platformat e tjera. Nuk mendoj as pak që ka lidhje me atë që ky thotë. Problemet janë akoma më të mëdha.
janë akoma më të mëdha. Në ndërkohë, O Rame, ku do flasim? Ha? Si bie të dëgjojmë veç ty, o Rame. Do të dëgjojmë veç ty, vetëm një frekuencë. Ha? Ti je drita e vërtet që njerëzimi kërkon prej vitesh. Dhe ne do të jemi shumë të lumtur që të kemi ty në krye dhe po na jep nga ajo drita në këtë errësirë ku jetojmë dhe kemi jetuar ndër vite. Ne shqiptarët do të jemi shumë të lumtur, të gëzuar që të kemi ty si kryeministër. Dhe ne e dim fare mirë, një pjesë ndoshta shumë e vogël e dim fare mirë, që sa të vështirë e ke ti të largohesh. E ke shumë vështirë, se ke një mision për të përmbushur, për të çuar Shqipërinë. Po gjithsesi ti realisht je ai që po mundohesh me të mirën tënde, me të gjithë atë që po e lufton brenda vetes për të shkuar atje. O Rame, ku do flasim? Ha? Prit tani se do të marrë të flasin e tjerë. Ha? Ku dhe kur? Sy më sy. 3 minuta shkruaj tek Shqipëria.al për 10 ditë vjen përgjigja të gjen ty. Ku dhe kur do flasim? O Rame. Tek Shqipëria.al për 10 ditë vjen përgjigja të gjen ty. S'ka nevojë ta kërkosh. S'po më vjen përgjigje. Nuk po shoh dritë jeshile zoti kryeminist. Ke shkruar aty? Kam shkruar dhe nuk po shoh dritë jeshile. Ku ke shkruar? Ku? Unë po të them tek adresa që po t'ja punë. Po në më adresa që ta diu. Shqipëria.al. Ti nuk di internet, merr nipin, merr mbesën, ta qan nipin dhe mbesën. Ulu, mbaroj. Ulu. Me radhë. Ulu more. Ua? Jepi. Je gjet bën, do bësh. Unë kështu e kam, nuk e. Unë këtu jam, s'po iki. Ore jenë vetë apo jo? Se më shkatrove. Ulu më dha. Jepi. Ulu më ti, ulu ti po ti të shneti. Ulu. A do ule që shën? Ulu. Unë jam këm, ti e ullur pak. Jebe pak ti zotrisë tu, se po qanë. Jebe pak. Jo me, aty nuk me e të mikrofoni me vrap. Ullu ati, se ka radhën e zonja me që slyka atje. O Rame, më ndalë o Rame, riktheu, zbrit, se ndoshta mund t'je shumë afër stacionit fundit. Riktheu Rame, riktheu, do ike shumë shpejt.